Gjatë 8 viteve të fundit, qeveria shqiptare ka investuar rreth 15 milionë euro për përmirësimin e rrjetit ujësjellësit në Bashkinë e Dropullit. Tashmë, është drejt përfundimit rrjeti i ujësjellësit që e ka fillesën nga burimi i Selçkës në Pogon, duke siguruar furnizimin me ujë të pishëm 11 fshatrave në Dropullin e poshtëm. Njëkohësisht, nga Fondi i Zhvillimit ka filluar rikonstruksioni një segmenti rruge në Pogonin Malor. Investimet kryesore që janë realizuar në Bashkinë Dropull edhe janë drejt përfundimit, e para është ujësjellësi nga stacioni pijor që ka nisur këtu afërsisht 10 muaj dhe është drejt mbarimit, që është një investim për Dropullin ose për fshatrat nga Jurgucati deri në Dervician, që do marrin ujë me rrjedhje të lirë. Kjo është investimi kryesor dhe investimi më i madh. Investim tjetër i rëndësishëm është një pjesë rruge që Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka filluar dhe po punohet në Pogon, që është një rrugë rreth 3 kilometra, që është rrugë e bardhë, quhet, edhe presim vazhdimin e fazës tjetër vitin që vjen 2026. Gjithashtu, gjatë vitit 2025 janë kryer disa investime të tjera me fonde nga të ardhurat e bashkisë. Punë të tjera në Bashkinë e Dropullit, Bashkia me fondet e veta ka shtruar rrugë me beton në disa fshatra, në fshatin Kër, që është fshati më i largët, në fshatrat e Dropullit të sipër, në Jorgucat, në Sofratik, në Dhuvjan, në Longo, në Sotir, edhe shumë fshatra të tjera, se është procesi dhe vitin që vjen që do vazhdoj të shtrohen këto rrugët me beton. Rrugët në nevojë, rrugët në Bashkinë Dropull nuk mbarojnë asnjëherë, po ne me mundësit që i kemi vënë para, mund të themi, dhe vazhdojmë çdo vit edhe bëjmë pjesë rrugë. Përveç fondeve që ka siguruar kjo njësi vendore nga të ardhurat e veta dhe nga buxheti i shtetit, një burim tjetër për përmirësimin e infrastrukturës janë fonde nga projektet ndërkufitare të Bashkimit Evropian.